Vazhdojnë reagimet lidhur me kërkesën që provimi i jurisprudencës të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Alianca për shqiptarët krahu i Arben Taravari të refuzimin e Ministrisë së Drejtësisë e vlerëson të papranueshëm. Sipas ASH-s, arsyetimi i Ministrisë se provimi i jurisprudencës nuk mund të mbahet në gjuhën shqipe pasi shërben si test për njohjen aktive të gjuhës maqedonase, juridikisht është i paqëndrueshëm. Me shqetësim shtrojmë pyetjen pse kryetari i Kuvendit Afrim Gashi peticionin e studentëve shqiptare delegoi te Ministria e Drejtësisë dhe nuk e procesoi në Kuvend. Ministri i Drejtësisë me këtë veprim vendos veten mbi kushtetutën, mbi ligjin, mbi qeverinë dhe mbi çdo institucion tjetër të vendit, duke cënuar rënd parimet e shtetit të së drejtës dhe barazinë e qytetarëve. Reagoi edhe Zeqiria Ibrahimi, ish kryetari i Alternativës, duke theksuar se rasti i provimit të jurisprudencës dëshmon se gjuha shqipe nuk zbatohet si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pas disa viteve që kur e kishin gënjur kryeministën e Shqipërisë se shqipja në Maqedoni është bërë zyrtare, më në fund edhe ambasada e Republikës së Shqipërisë në Shkup e mori vesh se shqipja tene nuk qenë nga zyrtare dhe se një provim i jurisprudencës në shtetin ton nuk mbaheshka edhe shqip për së paku 2 dekada me radhë. I pyetur për këtë çështje, zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali tha se ligji për provimin e jurisprudencës që është aktiv nga janari i vitit 2020 është me defekte pasi nuk e precizon se në cilën gjuhë duhet të jepet provimi. Ai gjithashtu tha se Ministria e Drejtësisë nuk është e gatshme të respektojë kushtetutën e vendit. Nga ASH Taravari shtuan se vlen është në qeveri për të zgjidhur probleme, jo për t'u ankuar. Nga partia shtruan edhe pyetjen pse kryetari i Kuvendit Afrim Gashi peticionin e studentëve shqiptare delegoi te Ministria e Drejtësisë dhe nuk e procesoi në Kuvend.